Tu kemi një brez që jetojnë në të njëjtën kohë të kafshëve, të cilët janë ndarë në predator dhe pre. Predatorët sulmojnë prehen. Dhe predatorët që janë jo të aq të shpejtë, jo që aq të aftë, të fortë, me shqisat të mpreta, nuk mund sulmojnë prehen që është e fuqishme, që është e shpejtë, domethënë që kamuflohet mirë me mjedisin. Dhe do sulmojnë to, nuk kanë aftësinë që të mbijetojnë në brezin e ardhshëm. Por predatorët që janë të fuqishëm, midis species, ke tigra, ke luanët për shembull. Këto që janë më të fuqishëm, këto e sulmojnë prehen e dobët dhe mbijeton preja e shpejtë, preja e fortë, preja e cila ka shisa shumë të mira dhe që kamuflohet mirë me mjedisin. Dhe këto specie, si ke preja, si ke predatori, zhduken tek brezi i parë, po themi. Dhe në brezin e dytë kemi gjithmonë një përzgjedhje të geneve, përzgjedhjen e geneve më të mira në këtë rast, që i mbijetojnë më mirë mjedisit dhe kafshëve, luftës midis kafshëve. Tek brezi i dytë, njësoj. Tek predatorët që janë më të dobët, nuk mund të sulmojnë kafshët e shpejta të cilat janë në kategorinë e preve. Dhe maksimumi mund sulmojnë diçka nga këto. Këto sulmojnë këto. Dhe i hajnë këto. Dhe këto pak a shumë nuk mbijetojnë në brezin e dytë. Specia është përmirësuar, domethënë, në brezin e gjeneracionin e tretë neve kemi një përmirësim shumë të mirë, si të predatorit, ashtu dhe të pres. Lufta bëhet më e ashpër, më e egër. Të dy këto grupe kafshët kanë cilësi shumë mëdha, si nga shqisat, si nga ngjyra e lëkurës, si nga përshtatja me mjedisin, nga smundjet, e gjitha genet dimon përmirësohen. Dhe shihet që specia ndryshon, përmirësohet me kalimin e brezave. Dhe ky përmirësim i species brez pas brezi, kjo përzgjedhje e geneve, kjo quhet evolucion. Sa shpjat gabuar me fakt, më mirë kisha përmirësim se sa themat e fjalën e lume evolucion.